vitit 1997, pas daljes së shishimtarit në skenë deri në fund, është një ndër fshatra që ka bërë pothuajse borën kryesore të luftrave që janë zhvilluar në këtë brez gjeografik. Dhe ka personalitete jashtëzakonisht të shume të cilët kanë lënë namë në historinë tonë më të re, duke filluar nga general Rasim Kiçina, i cili qysh në moshë të re dhe është njëri nga emrat themeltar të shtishtimtarët të Kosovës. Milazim Kiçina, i cili ka shërby në zonën operative të Pashtrikut e ka qenë komandant i njësisë speciale, po ashtu Bashkim Leku, i cili në rininë e tij ka kontribu krahas personaliteteve të shume, si ka qenë Bekim Berisha, Abeja Bedrishala dhe ka rënë dëshmor në Jonik, po ashtu edhe Afrim Kiçina, Feta Kiçina, Ganimete Gjylani, Fatën Gjylani, e të tjerë, do thotë fshati numëron rreth 12 dëshmor, 10 martir, madje pas luftës ju është ndryshuar edhe emri dhe Bajica tani në rezistencë është. Rezistencë, kjo sepse këtu do thotë janë zhvilluar shumë luftime të shtishtimtarët të Kosovës në përballje me paramilitarët serb dhe kanë njoftë humbje të mëdha ushtria qetnike serbe, do thotë jo larg nesh vendi ku po qëndrojnë, do thotë kanë qenë istikomet të shtishtimtarët të Kosovës dhe këtu ka në një periudhë luftës ka operuar edhe generali Fehmi Ladrovci, i cili është ardhur, do thotë në fillim të vitit 1998. To unë se moj merë. Uj maj mirë, s'ma merë menja që ka konë, po është i shfrytzueshëm për gjithë. Të vinë, onë e 4 onë me morë me pi. është për pije, që nuk e parashkruan, apo e kuptan, po një behon është e keqe, po shkon dëm. Ujt po shkon dëm, që nuk po mund e shfrytëzon fshati Banjicës. Se fshati Banjicës on një ndër fshatët komunë e Drenosit me mirë dhe me qeta, edhe me paqe, me ajër, me të gjitha kemi. Kemi trenin, kemi rrugën, kemi autobusin, kemi shkollën, kemi volantën, të gjitha i kemi. Edhe treni që arkullon Prishtinë Pejk edhe Anasiltas, ka qenë edhe për Prizren, po fatkeqësisht rruga është e datuar, për Prizren vetëm 2 relacione nditje kemi. Jeta shumë e qetë, shumë e mirë, familjar më të mirë, edhe fshat më i mirë, më merr mendja që ka komuna e Drenosit. Është edhe mikpritse, këtu vinë morën të gjithë, me konia bangjilë shumë e veren, verës, se ka largësia, vjen me morë ujë, ose me pi. Ku të vinë me morë ujë njësë për vendë te i vene tjerë shumë e janë shumë rani. Që unë sot jam të morë për boshqë. Për shfrytëzoj, mos me damtua të të shpija. Nëse ujë kemi, po për shfrytëzojmë këto. E para ta, këtu është mirë sa orën për